kemi ajetin 143 në kapitullin Bakara, Allahu fuqiplot thot: "Wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu shuhada'a 'ala an-nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida." Ne juve ju bëm, Allahu thot, ne juve ju bëm një popull, një ummet që jeni populli dhe ummeti i mesit. Litakunu shuhada'a 'ala an-nas, me këtë mandat, me këtë veçori, ju do t'jeni dëshmitar për njerëzit. Momentin kur ne largohemi nga kjo veçori, me të cilën veçori na përzgjodhi Allahu, do thot mësimet e Kuranit. Atëherë ne nuk mund të jemi, nuk mund ta luajmë këtë rol. Litakunu shuhada'a 'ala an-nas, t'jeni dëshmitar për njerëzit, për mesatarinë e Islamit, për mësimet mesatare të Islamit. Wa yakunu ar-rasulu 'alaykum shahida, e dëshmitari më i miri në mesin tuaj është vetë i dërguari i Allahut. Nëse është fjala sa ka qenë gjallë, ai ka qenë praktikuesi dhe ka qenë shëmbëltyra më e mirë e mesatarisë në mesin e shokëve të tij dhe të njerëzve, po edhe pas vdekjes së tij, mësimet e tij mbesin dëshmia, fakti, argumenti, prova më e fuqishme. Sa ai ka qenë mesatar dhe mësimet e tina janë fryma e mesatarisë. Larg çdo lloj të ekstremizmit